Deputeti dhe kryetari i Partisë Mundësia Agron Sheaj u largua nga seanca plenare pasi sekretariati i etikës vendosi përjashtimin e tij për 20 ditë nga punimet e kuvendit. Masa disiplinore lidhet me tensionet e krijuara gjatë seancës së të hënës, kur Sheaj bllokoi foltoren dhe pengoi vijimin normal të punimeve parlamentare. Pas largimit nga salla, deputeti foli për media dhe tha se ndërhyrja e tij në seancë kishte të bënte me situatën e banorëve të rrjollit, të cilët po protestojnë prej kohësh pasi po u grabiten pronat nga ndërtimi i një resorti turistik në zonë. Unë të ënën për atë që duhet bënte çdo deputet, të sjellë në kuvendin e Shqipërisë zërin e qytetarëve, ndërkohë në rrjoll qytetarët po protestojnë se u është rrëmpyer prona 150 hektar nga ish drejtori i hipotekës, policia bën sehir dhe policia private, bandit të veshur me kapuçe shkopagome, rrahin protestuesin që mbrojnë pronën e tyre. Për këtë çështje fola, nuk shava e shtyva apo ofendova njeri, u tregova edhe pamjet se me sa duket nuk i kishin parë, ka të moshuar që janë dhënuar deri aty, sa u kanë thyer këmbën. Një 19 vjeçar është goditur me grushta. Parlamenti është kthyer në mbrojtje të korruptuarve. Për prona do të protestojmë edhe sot në orën 6, tha Sheaj.